Lidhja me 4 vjeçare më ka çu deri te faza e fundit e depresionit. Më ka çu deri në tentativë të vetvrasjes. Ekzistenca e prindve. Kur kam tentu dytën herë me bo këtë gjë, më kam paraftyru prind. Kemi në rreth shumë moshkuj përbindsha, qatë ku e kom pas veç familjen ofër. Po inshallah dën Zoti edhe na jep. Dhe hubir të nona, t'kam djal para vetit, tu i prit ditë e nat, ke rëndu shëndetin, kam haru qysh për qafohet, nona me djalët veti. Unë kam një problem në jetë. Qysh munen me konë artistat kaq njerëz egoista. Kjo është arsyeja që unë ndoshta vazhdoj mos me pas menaxher. Unë për vete jam vet menaxhere, vet moshkull, vet femën, vet këngëtare. Nuk e kam me të bleme, po me të leme. Moshkujt janë që vujnë shumë a shumë se femna. Ta lyp një djalë, një kong, naj baladës e diçka, pa e thy naj anë jetë përdeshme e ke pas të cilë është kështë ona. Ndodh janë kështë po të thëmë orem të veshe, ta kanë shkru një film visteku. Hajde jasha! Hin kredit 20-30 mijë euro. Në ka raste që janë nda me gru dhe kanë vazhdu me pagu kredit hala. Nuk do me thonë bre, qa ka bo këshia me bo dhe ti. Po jo bezarme se dyqysh ti po shkam pëkmen të burat. Jon konë gratë në 6 kat, nuk është das me me konë gruja, nusja dikon, dhondre dikon, ti përkan po mbledhe është dyqysh. Burnia ka shku për lesh në venin tonë. Unë nuk menej që është burni nëse një moshkull, e ka gru në shpe dhe du mi pas edhe 2 femna jashtë shpis. Sa këqërni me gjithë një djallë që ka pare, që ka zingjirë, që i ka që vëzit qapo dione, ma mirë ndjek një andrat e juve. Përshëndetje miq të gazetës Demo ose të podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të dile ose të diel ndryshe. Sot në studio është dikush që vjen prej Rrafshit Dugaxhinit ose më saktë hala prej Sogut. Sogu nuk njihet veç për bukurinë natyrore, po që kjo që është se me mu ma ka konfirmu që femnat e Dugaxhinit janë shumë të bokra. Që shtojnë ata anina të bokra. Kështu që sot me mu studio është Qëndresa Demaj. Përshëndetje Qëndres. Përshëndetje Edosha. Kështu ma ke kompletu që të këndin e zyret. Kishim majtë që tu për të bukur bile. Faleminderit shumë. Hiç kur gju. Që shkej rruga prej Sogut në Prishtinë se më duket të pritoj mos po vonona, po mirë. E saktë është. Për herë të parë një temë se kam pak zakon pa i hongër 2-3 minuta. Nuk e lëm këtu. Mirë, ka kolona spat. Jo, sot qetë mirë. Se tani çdash nashta me knu gjatë rrugës, se te librat besoj që i marrin kash, që thot ky përparim joni dashur. Sa je lidhur me Sogun, se gjatë kohës që kem të bo bisedën para intervistës, sa që nuk don marr me jetën në Prishtinë. Po, me thon drejtën është vend shumë i qetë dhe na realisht e kena pak jetën e ngarkuar, vetëm performancat tona janë të nkuës me atë tollovin, me atë zhurmën, kështu që është një prej arsyeve më të mëdha pse unë s'kam vendos me ik prej Sogun, ashta me jetu në Prishtinë, edhe se punë të mëdha i kam këto, qetësia edhe ajri pastër bre. Do të thonë, për që kjo kënë arsyeja që ke qëndru ma shumë, i qetë, i pasë, po, dhe realisht jam shumë e lidhna me familjen, unë do më thonë prind i kam pikë dëpt, edhe pse ndonë ashta me një shtëpi jena, nuk e shoh babin ka 2-3 ditë se ai del punë veta unë të mia, po mjafton që mja uni erën në shtëpi, kështu që për mua është kjo është kryesorja, po me cilin e ki lidhjen kështu më të forta, me mamin a me babin? Me thonë drejtën, kur jam kon pak më e re, se babin e kam këngëtar dhe do me thonë babi është për aty në personat që kur njëtën e vetë nuk ka ditë me thonë pse për Qëndresë e ke bo qëto. Apo kuptan, nashta edhe vetë ajo periudha që e din që ka është jetë artistike edhe gabimet edhe të mirat edhe të këqijat, po kur ja kom nis me urrit edhe e kom kuptu vlerën e nanës pak ma ndryshe. Çka e vrejmë kështu nashta të kjo puna profesionale, jo muzika, jo mbrëmje që bjen me kon të knua ashtu, cilat janë fjalë që ti thot nana pak më shumë nashta që e vrejnë ti kështu? Ata jep kështu ndonjë mesazh në herë se ka një shpresë ato të na hirë. Se na familjarisht jena muzikanta, domethënë babin e kam këngëtar, vllahun e kam instrumentist, vllahu tjetër kënon, është producent, motra po ashtu ka qenë këngëtare, domethënë veç mami nuk është botë e muzikës. Po për dallim me neve e ngja muzikën, domethënë kur thot ajo është mirë, diçka di që është mirë edhe
Kështu që fjalët e nënës i marr shumë për bazë, me thonë drejtën. Kur thotë ai diçka është mirë, unë jam pak më rahat. Kështu që e del. Për ndryshe ka edhe kritikat e veta. Domethënë konfliktet më të mëdha që kam me nënën janë veshja. Oh, pse çka e pengon ato të veshja, po më intereson me ditë kështu. Po ka qef mos me egzageru, nashta me veshje, me zhveshje, nashta këtë rast. Cila është në veshje që nashta për një met, ka thonë kështu që to mos e vesh edhe e ke ngu. Atë ka ndodhur në herë. Unë kam një problem në jetë. Unë të ngaj që më thu, pa të ngaj as të ngaj tani, afet bëj qka të unë. Ty me nguin kënë bapet i kronë tonë, no? Apet sapet. Ja, munona mos mi bo mu një keq, pa tjetër. Po që nuk është njëjtë si njëtën e përditshme se kur t'je pjesë e televizionit ose naj klip, nuk do me thonë që ti nëse me një klip je pak ma e zhveshne, nuk do me thonë që ti edhe njëtë përditshme kanë po njerëzit qashtu. Kështu që ndalojnë gjonat. Sot pengon që kjo pjesë, për një men është na e shohim një artist ashtu në paraqitje, në për videoklipe, në përmbramje muzikore, edhe mandej e kriju një farë përshtypje që qashtu është, pse është pak ma i zhveshur, pse ka një veshje nashta pak ma ekstravagante. Me thonë drejtën, unë e kom kalu këtë periudhën aty në paragjykimeve. Kur jom koma në fillimet e mia, normal që jam dikushëm, po unë menaj që lumëturia lind kur ti e pranën vetën, si me të mira, si me të këqija të tua, nuk do me thonë që ki me kom perfekt, as si njeri, as njëtën e përditshme, as njëtën artistike, kështu që unë e kom kalu atë periudhën e paragjykimeve me thonë, nuk është që i marrë shumë nga zemre. Këshilla është tjetër gjo, po me thonë bullizimi ose paragjykimi ose këto gjonat nuk është që i marrë shumë për bazë. Sa i përket këshillave po pa tjetër. Nëse në fillime, normal gjithë cili profesionin ka ato komentet e veta negative, dhe janë një s'po di qysh as me qujt, një grup që për një me zispresin me pa diçka, ose janë të prirur me bu komentet tila. Qa ka qenë diçka që t'ka pengu në ashtar në ato fillimet e tua? Nuk e di, me thonë drejten, nashta edhe kom harru pak, se nashta u konë diçka shumë e vogël, po në kom marrë shumë nga zemra. Apo na tregon pak për fillimet e tua kur anise me dalë në skenë, me bu muzikë, ç'është doke, ashtu që me një farë forme tu i ndjek hapat e babit. Po, për mu ka qenë shumë e lehtë për me u kyç në botën e muzikës. Tash, me thonë drejtën, kam qenë 7 vjeçare kur e kom pas këngën e parë për fëmijë, koncerti jam i parë, po që janë diku 5 vitet e fundit që e kom marrë karrierën tam ashtu, me thonë pak ma shumë dorë, mos me obligu as babin, as vllajin, as kërkon. A mon men qatë kongë që e ki pas kongën e parë? Po, që shjo është edhe në YouTube. Hajde, po na kënëm pak, se nuk e pata hiç kështu më pëljan, do më thonë po qenë. Ora mbi o gjak, që bën tiketak, dhe që asë shtu. Nuk për mojsh në sakta. Jo, e di krejtak në... Jo, hajde dhe refrenin se më ka du me ditë shak i kinu. Jo, ma që saj provi sakne edhe rutat në autobus, si më mbrumbullak, tjetër se s'u di. Do me thonë që ke rakon në fillimet e tua. Po. A të bjerë shtu në herë në kush që t'ka për cilë prej fillimit, do ta përmen e që ndresa, din që me një kohë e ke pas që t'kongë gjështu. Jo, besa, nuk është që e din shumë. A? Këtë kongë, jo. Tu e lipna me pa tjetër që t'kongë edhe me shti që të qatë të thonë. Që është ajo më që Jo, nuk më pengon, se për ndryshe ka qenë koha kur s'ka pas as autotune, as me të ndrejt zonin edhe, do më thonë, kur e kum gu vetën, në moshë 7 vjeçare, do më thonë, me kënu, pa disë nuk kërkon për mu konë, wow, më ka pëlqy vetja. Super, do më atje përmene që shtu 5 vjet e fundit jemi aktive, e ke njësë më mirë kështu tamën me muzikë. Apo na tregon pak, qysh janë kënë qëtu 5 vjet për ty? Të lodhshme, me thonë të lodhshme, se bota artistike, ojme me thonë që është bota ma e pështjellë të mundshme si me të mirët edhe me të këqijat e sajna. Do më thonë, unë jam befasu shpesh herë, që shmunen me konë artistat kaq njerëz, s'po du me thonë të këqi, po egoista, manipulus, unë ka pas kohë që i kom thonë veti që kem të bu këtë. Me thonë shumë drejte. Edhe e di që shumë artiste, se po folje për gjinin femërore, nuk po thëmë që edhe gjinia mashkullore kanë kalu periudha ndoshta të këqija, po jo sa femnat. Pse po e thu për femnat? Pse që kjo botë është, ose që kjo pjesë artistike të kanga, muzika, pse është më e vështirë për gjinin femërore? Se njerëzit që kam pushtet në këtë profesion, i këqyrin ma shumë përfitimet e veta ndoshta, se sa vlerësimin tënë si artiste. Edhe sa e ke vrejt vetën që ke has me na e qasi pozicionin e erë që Kom hasë çdo 2 tin hap.
çdo dytin hap. Sa ka ndiku kjo te Edhe ty? kjo është arsyeja që unë ndoshta vazhdoj mos me pas menaxher, domethënë kam bashkëpunëtor, po kur ka ardhur pjesa te menaxhimi, e kam dashur më shumë jetën tem se sa jetën e dikujt tjetër. Çka ka qenë diçka që të ka shty me marrë këtë vendim, nëse muna me qut kështu? Çka ju ka kërku nashta qendresës me një farë forme që të ka shty që mos me pas menaxher, me vetë funksionu me një farë forme? Nga janë do gjana që nëse i fol me një televizion ose i thu publikisht ki mu paragjiku shumë. Kështu që unë ta cika dhe më herët para se me hi në intervista, unë e urrej veç me u duk viktim. Se jo, nuk jam viktim. Përkundrazi se cila femën që përballohet me gjana tilla është më e fortë se shumë çka. Po që është pak botë e papërshkrueshme. Sa ka qenë e vështirë pra për ty si femën me arrit vetë, të e pas parasysh që Normal që është e vështirë, se në moment që nëse nuk ki krah, me thonë, unë për vete jam vetë menaxhere, vetë moshkull, vetë femën, vetë këngëtare, vetë është përgjithësi këtë ndryshe. Edhe normal që nuk mundesh me mendu këthillt në asnjënën, se e ki veç një përgjithësi, është pak më ndryshe. Po në moment që e ki krejt karrierën tonë në dorë, është ngarkesa më e madhe dhe normal mundesh mos më konë 100% vetvetja. sa ka ndiku kjo që nështë me një moment ke thonë po hjeku dorë krejt për kësaj Po, pune? në kom pas shpesh këto mendime. Derisa që qysh me thonë, nuk ta ka shpirtin ngrosht kërkosh me thonë kështu pak ma popullore. Risku është i jami, publiku nuk ta merr kërkosh, njerëz që të simpatizojnë kanë edhe me të përkra, kaq. Ku shikon dikush që të ka përkra pra ma shumë, si që të ka bu ty me thonë, jo, pavarësisht gjithë shkafit, unë s'kem ka du me lënë, jem ka du me vazhdu se unë e du Familja muzikën. patjetër, familja. Sa i kanë ditë këto, për shembull babi, vlla, nana, këto që për një mena shta ke pas në një moment që s'ke dash nashta më ju tregu për shkak që jo munden me u ndiku, munden me u Po, ndikesh. unë e ceka që vllahun e kam instrumentiste dhe dhe më thonë, kur kam e performu live jam non-stop me ta. Edhe kam shok, e kam shoqe, më thonë që e kam pik dub vllavin e madh. Me të po i kom fol shpesh herë gjanat, edhe ai ma ka jep ndoshta vullnetin më të madhen, që sot jam hala tu marr me muzikë. Edhe është diçka që nuk e kam me të bleme, po me të leme, se jena brez pas brezi, jena muzikanta edhe nëse nuk e bëj për punë, kam e bëj thjesht për çejf temin se më plotson shpirtnisht. Nuk është që e bëj muzikën veç për me përfitu. Kështu që po më duket ka shku gat pa knu, a pe knojna një kong? A e knojna? Në vetë mi këndoj nga halli, shumë për ty mojnë ka marmali, në këtë mbrëmje për plot mall e mërzi. Si ti them unë shokve t'mi, si të ndalun lotin tim, dua sonte me t'pas pran, me t'marrë gji. Ditët tona kur kujtohen, si flet zemra më shpaloset, në gjumtran dua të bi, të jem e ty. Piraki e këndoj për ty, tim duhoni, dhimbjet po i shkrium se dehem, të gjithë e din, tash e din se më mungon ti. Jeta pra vazhdoj, kujtimet më vin pas, kjo dashuria jo mbaroj, jo me ty më nuk flas, se shihemi shumë rall, shkëmben nga një shikim, se ti kom bo halal, ke qenë shpirtim, se jeta pra vazhdoj, kujtimet më vin pas, kjo dashuria jo mbaroj, jo me ty më nuk flas, se shihemi shumë rall, shkëmbem nga një shikim, se ti kom bo halal, ke qenë shpirtim.
Aty në shtratin ton të vjetër, unë do të ndaj me dikë tjetër, por imazhi jo tek mua, shpesh më shfaqet dhe pse s'dua, në kë shtrat më puthje mua, dëshmitar shtrati dombes, se m'ka thanë shumë herë të dua, dashuria kur nuk vdes. Faleminderit shumë. Për një me ke perfekt, kështu që ta bëj një pyetje që të pak kalu manina. A mendon që si popull jena pak të vujtën? Për një me, ti bile din qëto mas miri, kështu në përmbrëmje muzikore, sigur veç që si kong shlipin. Po jena, po besan që ma shumë, do më thonë që vëthu në përmbrëmje, sane. Do më thonë, moshkujt janë që vujnë shumë ma shumë se femnat. Oh? Pse vëthu? Po mu halos më ka ndodh me marrë me më thonë një vajza, blena po ma kënëmre një kongë, se do më thonë kur ta lyp një djallë, një kongë, na i palatës e diqka, pa e thy na i gota është e famuën. Oho, a ndodha e ke po nëherë ne kanë tu i mushtit ljata, tu kajta. Po jo nështë asë po zvak mja u këshyrë syt veç. Qka lipin zakonisht djenë, pra cilat janë kongë që ti lipin kështë mas shumë? I lypin pak domat vjetra që janë. Po thu që po vuj kanë ma shumë sena. Me atë sa kun po, po, anë jetë përdeshme e ke pas të cilë është kështë ona. Veli fakt. Kujna prapjani. Ka femna sa dush. Okej, do me thonë, si mas te, po vuj kanë ma shumë, po mu po më interesan me ditë kështu si popull në tërsi. Qka pelqejna ma shumë prej kongëve, qa ngujna ma shumë kështë? Valaj baladat, edhe me thonë drejtën, tash me thonë, se unë normal ka ma shumë të bëj me mbromje rinore, krejt okej, dozmat e gjona, po si në diskoteka, si në për mbromje, dyqysh, e ke pa në përkere krejt e ngujnë, nojzën e ngujnë, ato e ngujnë këto, ne i s'ta bojnë të lava. Edhe është pak për mu që ditë. Se me thonë, e ke pa në jetën e përdeshme, ju vjen kështë hajtë se të lava, po kupten. Ama në përmbromje gjona e kom vrejt që të lavan e dojnë shumë, se di pse nuk e pranujnë. Interesant, po vjen shumë interesant kështu. Ka të bja me knu ma shumë kështu në Kosovë, nështë ose edhe jashtë Kosovës, po nëse në Kosovë ma shumë, cilat qytete ma shumë? Valaj, gjithka. Cilat qytete janë kështu ma dhez, ta që vrejnë të ku shkesh me knu me një Nuk e di, nuk menaj që më varet prej qytetit, më varet ndoshta prej vetë njerëzve. Kështu se pas kemi Sojnë se vdali. Qëto dhe shta me dollë, se pas kena një që e ke vrej që janë ma se vdali e dika. Valaj, së di që me thonë. Cili është rasti ma interesant që të ka ndodhë që shto në përmbromje rinore që pëthu? Se bëse që ka rastet ndryshme, vjen ai kusht talja na i numër, vjen ai kusht tali pëmrin. Ne se emrin ta din gjësë cili, kështu që bëse që ka nevojë marrë me tali pëmrin. Po kështu a ki që si raste, edhe pse më thonë një heq nuk të besoj. Kena, për shambull, e kom cek edhe me një intervjist tjetër që ndodh vjen kështë po të thëmë orem të veshit, thët, ku me di qka, vëdin. Ka ndodh, më kanë shkru me dhe me kurem, ta kanë shkru një filon visteku. Që kjo numër jam, që kjo është am një jam. Që shtragën që ato raste, po më interesan me ditë. Kështu... hajde jasha. Hajde jasha për e zore. Ja, me të gjujt letra në kështë si me modesti. Okej, na i përmanë në mbrëmjet muzikore, po du me kalu pak edhe të darsma, të pjesa e darsma, me se dina që edhe aty kënë bajegi shumë, po është e veçanë se ti shkon bashkë me babin edhe me vllain. Apo më kalëzën njerë që është me shku me prend, me knu dikon, me jabë Vallaj është ndjenja ma e mira në botë. Dhe më thonë njëra hatë, e një është me një moment ma e lodhë, nuk është njëtë si me kolegë, sa do të që i ki raportet e ngrota, nuk është njëtë si mi thonë babë së në babre jam lodha, dina po qohë është këna pak ma shonë, apo kuptan. është ndjenja ma e mirë në botë, do më thonë. Një është e plot, një është ma e sigurt, një është qka të që ndodhje me të shpis tane, ma është. Ta shtu i bje me shku me babin. Sa pe ka problem babin me menagjushit pjesën tane, se në është ta të e artë i thonë ndarë se me paske qiken e mirë, të e lipë qotë për qotë. Babi është shumë okej, me vlon pak e kom probleme, dhe ma të bëja po ka njëse dhe i mu stabilizu që të Shka reaguaj në këto fillime, po më interesant. Pa i qëre tash si popull, moshkujt i kena pak fanatika. Ama jo, është krejt e din, do më thonë që është pjesë e punës. Ti mas pari me një lunch, që nashta 2-3 veta i kitë shpit krejt, është aty mjafta një gotë, bojnë që fle, njerëzit e pata bona i gjesë është e pa mëndshme. Unë sa jam s'ken, jam krejtë në regull, mu imi përbit anë ata, kur ta leo mikrofonin është tjetër gjo.
Sa po shpenzojnë shqiptarët në përtarsme, se ti e vrejnë këtë sen mas shumë të besoj, se të bjanë të në kohën në për aktive gjatë verës, a i kanë lënë pak, a janë të i mojtë traditat haljo? Valla jo, në me thonë, më kalëzu shumë e sinqerë, sidomos që kjo viti që e lam, që kjo sezona që e lam mas, u konë shumë eftov se sezonat e tjera. Unë po menaj që janë vetë disu. Unë personalisht kur s'kisha bo dasëm, dhe me thonë. Pse bre? Nuk e di, nashta edhe qa që me lodhë në të e po gjudet më mdoket që po përsërit e dasma e njëjtë dyqysh. Okej, njerës e kanë gjonë ma të veçant njëtë, sidomos femnat, fustoni bardh dhe krejt të në regull, po nuk më duket arsyeshme hin kredit 20-30.000 euro. Ka raste që janë nda me grua dhe kanë vazhdu me pagu kredit hala, dyqysh. Nëse i ki mundësit, okej bane. Nëse si ki mundësit, nuk do me thonë bre, qa ka bo këshia me bo dhe te. A ka raste që tregojnë qështu që kanë një kredi për me podarsëm? Jo, më ka ndodhur në rreth për shembull me diskutu me shoqe se jo, ta më ndas mori marrë me tu anku jo me kredit. Të thonë, jam mamalish dhe kredi, jam hi për me bo që darsëm. A ka kësi raste që nashta insistojnë ashtu për me alun ma lirë ose diçka? Edhe ndodhë që lëshoj pe. Kur po them ndodhë që lëshoj pe, për shembull kur e shoh që dikush po dëm patjetër me pas mu, po nashta mundësit nuk janë çast që me pagu sa unë e kam për shembull çmimin tam, nuk i këshyri shumë. Nuk po të vetëm për çmim sa ki çmimin, po të vetëm të puna e bakshishat. Qysh është që ke puna e bakshishat? Se për shembull më nëse nëse kënoj një femën me një darsum, normal ka bakshish pak më shumë. Jo, edhe kem varet për dasmorve. Mundesh më konë shumë këngëtar i mirë, po dasmort mu ka ndodhur për shembull, kena pas dasëm, edhe i zoti shtëpies ju ka thonë dasmorve, e kom pagu, ju nuk keni nevojë me qit bakshish. Apo kupton? Edhe kem varet. Cili është bakshishi më i vogël që e ke marrë? Ka ndodhur që s'kena marrë hiç. Jo, për hiç. Ka kësi rase, po më intereson më i vogël ashtu. Nashta na garo mi do ka 15 euro për person, diçka që ashtu. E mas shumë te? Vallaj, nuk mëj me thonë që kena pas na i qmim maramens diçka. Se do artista kur po dalin, jo që shifra bëhet Po, jo, unë për vete, okej, na ka ro me marrë bakshishëm, po ju me thonë 20-30.000 euro bakshish, më ka ndodhi. Cilat zona kështu e vrejnë që janë për një me dëdhonën, kështu që japin vaja gëshëm bakshish? Për shembull, te pjesa e Maqedonisë janë e vlerësojnë muzikantin kur të hen shpet tynve, me thonë me një fjalë. Të na edhe, më varet. Të na po thu dorën ma shtrëngushme, a? Më varet, apet po thonë, njëjtë qysh shumë vete, cilët janë ma të vesë për me këcy. Këtë më varet për i personave, për njerëzve. Do më thonë të bjenë me kone edhe në Maqedoni, me kënu në përtarsma. Me thonë drejtën, unë e du shumë a shumë tregun në Kosovë. Okej. Se, a di për shapë du më të vetë, të e pas parasysh që ti për me në veshje në fillim, e anena, për në me jënë pak ma skeptik ashtu të që puna e veshjeve. E vështisht ta më të vetë, atë ka ndodhë në rast, ajo shkruaj përgatitne. Jo, s'm ka ndodhë valla, se nuk është që, thash, ma shumë e ngarkaj vetë në Kosovë, dhe që shitu shumë dosmat kosovare. Jo që kam diçka kondër, pa tjetër kënaj edhe në Maqedoni edhe Shqipëri edhe kudo që publiku më kërkan, po i du ma shumë dasma në Kosovë, sa i përket veshjes, mu më ka ndodhë për shembull që një gjë që s'm pëlqente ta, që hala vazhdoj mi do gratë edhe burrat. Po menëm për Maqedoni? Po, për Maqedoni. Që kësam për pëngaj, asë sa për te po jo vezame se dyqysh ti po shkam përkmen të burrat, gratë i lojnë me një, mu ka pas ratë që janë konë gratë në 6 kat, muzika, unë orkestra poshtë, ma bëjke merë mikrofonin shka të gratë, apo kuptan? E orkestra poshtë? Orkestra krej poshtë, ma bëjke shka merë se ty t'kena marë për gratë. Nuk menaj që është ma koha mi do gratë edhe burrat. Edhe pse normal di kanë traditat e veta me krejt respektin për ta, po... Që ke pjesë nuk pajtuash? Jo, nuk më pëlqen. Më falë që po shpena në këtë mirë, po më doket si me shku me kënu me një kafet natës. Nëse pishra me kënu ma shpet shë Maqedoni, ajo kështë jep ma i këshiju, kështë mi tonë, aldëmëm në zidoni burrat dhe gratë. Po jo, se të njevën krajt e më shumë, jo do për ti ma është për edhe kështë të si. Këndo vitë që ta që e orë për ta me respektoj pa tjetër, se gjithë kush i ka traditat e veta, gjithë kush i ka ato mendimet e veta, po unë personalisht nuk një në rahat me shku me kënu veç të burra. A nga pas raste që nashta i dhe thonë jo, s'ke dash në shku me kënu? Mu me thonë drejtëm ka ndodhë 2 raste që jëmë shku, me një aheng që jënë konë domë në gratë dhe burrat, edhe në të 2 rastet nuk e kom ditë që janë të ndomë. Por ndryshe, kur kom pas ftesa, jo, nuk e kom pranu mu. Dhe më thonë, e ke thonë jo për shkak të qësaj ndasisë?
Nuk është pyetje të ndasia, apo dasma është dasëm, dasma është me festu krejt bashk. Nuk është dasma me konë gruja, nusja dikon, dhondri dikon te përkan, po mbledhesh dyqysh. Për çat qeft. Do të thonë çështo ka pas raste që dhondri kon te burrat e nusja kon te gratë. Po. Edhe kur janë bu bashk, Kur jena shkuna në shtëpia. nime? Po. Unë nuk e di pse menova që veç kanë mujt mu bashkuna herë çifte. Jo. Edhe sa është e vështirë për juve si artist, nashta me bo qit pjesë. Unë të thash, unë për vete nuk jom di rahat edhe e kom pranu veç 2 herë në jetën teme. Dhe më thonë, halja, vazhdojmë më konë të me tradita atëherë që në konë. Po në Kosova ka në sen që të penga ndarësme në Kosova? Jo, vallaj dasmat kosovarë në thash që i du shumë. Dhe më thonë, këtu të na është perfekt. Ndoshta nuk jam perfekt, po në nina ma rahat në dasmat kosovare. Okej, super. Unë po du me vetë pak se të pas parasysh veshjen, stilin, edhe ka dalë kjo që vipat ose ftyrat publike, këngëtarët harxojnë bajagi shumë. Sa i kushton rëndësi qëndresa, paraqitjes, veshjes? Vallaj nuk jam ashtu tip që rripa buk për me ble një çantë me firmë. Mu këto gjana më duken budallaki. Sa harxhon qëndresa kështu ose ku harxhon më shumë? Vallaj nuk di qa me thonë, sidomos kohën e fundit jam bo shumë kursimtare. Pse ashtu apo kështu me vjen sa më të 25 vjet edhe po menaj pak më ndrysh për jetë, po ka sene që po jam më të mlefshme se rrobat ose se luksi. E në tesha sa shpenzon pra? Jo shumë, si tamam. Për shembull, Edhe nuk jam as si tipi që me apasionu me pas gjonave firmë. Unë si me një gjo 5 euro, si me një gjo 500 euro, unë jam veçanina rahat që veni vetën që po më rënë mirë. Kur e kur me eri se përmene tash se tregove sovjetiki harin ja pafsh. Vetë Jo, ka se zonë në veta. Nuk kam problem, absolut. Kur e kur nashta me eri e ke pas qëta se nashta dhe kanë diku ma ndej edhe kolegët edhe të i pas e për një me shumica artisteve tonë ose ftyrave publike normal jo dalin me një qantë ma shtrejt, jo me një parsyza ma shtrejta. Nuk është që të boj njeri ma të veçanë nëse veshesh ma shtrejt. Ma herët a e kon? Jo, me thonë drejtën jo. Cili është tani ma i shtrejt që e ki nga dërrugën tone? Vallaj s'di. Ose na e qondu se na e këpunë se... Kom prej sanave 1 euro dhe i nashta 1.000 euro kom dollap, nuk po di qa me thonë. Telefonin qëfar e ki se s'mujta me dalë mirë? Kom 2 telefona. Cilin e ki ma të mirë? Qato tjetërin që e kom qonë. Okej, çfarë e ki? Amo jo së është i fundit. A se ke mosha në veçin Jo, alo? alo. Se di pse menova që i të i kursi pare të blerë, fën 17. Jo, valla, me të shame kursi pare për me ble telefon. Super. Në qka pra i jep rëndësi kështu ma shumë? Të pas parasysh që nashta edhe... Unë për shambull jam e fiksu me shumë parfima, krema trupit, gjona ma shumë, qësh me thonë, higjenike ndoshta. Okej. Për këtu jam shumë e fiksu me. Se sa në tesha e në telefona e nëse. Sa i jep rëndësi këtyne nashta jo rëndësi me një farforme, po sa je pronë ndërhyrjeve estetike ose kirurgjikale ose këtyne se kur nalësh edhe i këshyrë, na gjithë cila për njëve thuna, i na bo bajate, i na bo njejte, gjithë cili hundën e njejtë, ftyrën e njejtë, po apet në fund i bojna, po sa je pro kështë? Po jam pro, në moment që nuk ndihesh rahat me një gjonë ftyrën tonë, dhe pse mos sidomos na që jena ftyra publike, deshte të obligohet pak nashta minajt vetit, nëse hiq nuk pifrysh as bust, as molzat, bile rudhat, po dohet pak mi parandalu. Kështu që nuk jam kundër, unë për veti kam ndërhyrja, jam mundu mos me dalë për vetes, tash sa më shojnë sytë e tjerëve nuk e di, po operacione plastike nuk kam. Për shembull hundën, krejt mendojnë që e kam operacion, nuk e kam. Okej, çka ka bu qëndresa, ashtu do asi prekjet leta nëse mujna mi qush? Kam bust, kam gjëllojnin, molzat. Okej, ata thona e kështë dukesh pak si latine, afrikane, një ngjyra e trupit, pak edhe pjesa e hundës, dyqysh pak... Krejt, bile ka ndodhë në përmbrëmje kur dalë ndoja për qefë, të mos në fundit kër i bona flëka që rejla. Në më thonë dolla për qefë edhe një person aty ka mendu që jam e jashtit, a që shmë thonë, mu ka qasë të më përshëndet anglisht, apo kuptojnë, kur ja ktheva shqip, dha shqiptari se hec më dukesh. Të ja boti psa, e thënë, shqiptari nuk janë bukra? Po jo të bukra, po ndështë ku me ditë vizionomia, gjona, s'po di. E përmende pak jetën e natës, sa del natën, kështu sa e frekuenton jetën e natës, pa dal me knu për vete? Dal, po jo shumë shpesh. Nuk është që më pëlqen edhe atë shumë jeta natës, më pëlqen ndonjëherë me thy monotonin, më largu nashta pak prej rutinës tjetës përditshme të punës, kam nevojë nashta ndonjëherë me dal me lëshu në lërë që thojmë na, ama jo nuk e të praj. Mara ati një me nejnë në shpe, me pi qaj me të shpis, se sa me dalë nashta të natën
me pi alkohol edhe Qajin ave që pena dhe e qetë. Se e as përmene nuk e vetë. pi, as nuk e qes. As njone. Më kanë lazru pak. Qka Nga nëse lezoj. që zoti më martu më vështrej, për shambull. Nuk ka lidhje, kush martohesh s'ki qore pa hin rrjedhat nuseve. Kështu, Menoj ona. Vetë po më shtën temave, nuk kam qare pa të vetë. Qysh qëndron qëndresa me jetën private? Ma jam beqare. Kështu hitë su menove, dëshysh, direkt the që je beqare. Po se jam beqare, se u menu. Që sa ku je single? Do shta 1 vjet. Okej. Edhe halasi tu menu me kriju një lidhje, ose diçka, ose nashta po të ngucin shumë edhe nuk po din me zgjidh. Për këtë temë ndoshta kisha dash me fol shumë. Po koha sot, rinia, se vetë jam e re, nuk po them që jam perfekt, nuk po them që jam prej femrave pa gabime, po është shumë vështirë, mendoj unë, që sot, sidomos një femën, me gjetë një mashkull, me pas tamam krah për jetë. Edhe pak se e kisha thonë shumë bukfalesh, burnia ka shku për lesh në vendin tonë. Pse menon kështu? Unë nuk menoj që është burni nëse një mashkull e ka gru në shtëpi edhe du mi pas edhe 2 femra jashtë shtëpisë. A menon që në Kosovë është ky sistem? Shumë. Shumë. Çka po e shtyn që ta që një mashkull më koni martun edhe me pas edhe një femën tjetër ose shofet 2 femra tjera? Nuk di me të kallëzohen. Nashta ndodh që në shoqni, patjetër që pa has me naj person që e bën këtë gabim, është e pamundën, po nuk kisha ditë me dhënë ai përgjigje adekuate. Unë menoj që parja i ka prish njerëz shumë. Na nuk jena këtu me gjithë fajtorin, për shembull me thonë jo ky ka faj ma shumë, jo ky ka faj ma pak, jo qikat kanë faj, jo djemt Unë jam kanë faj, po ku shaloni menon këshill, ti që sidomos është? vajzave. Sa këqyrni me gjetë një djalë që ka pare, që ka zinxhir, që i ka që vozit çapo dione, ma mirë ndjek një ëndrat e juve. Nuk është njëjtë si parja jote se më konë në varën e pi dikujna. Sa menon që trejat, nashta po bojnë pak ma shumë se që duhet mas pare, mas kerrit, mas ty në gjanave të luksit me një farë forme. E thash nashta seni kryesor që e ka prish shoqnin është pikërisht kjo arsyeja. A është kjo arsyeja që qëndresa i qëndron larg lidhjeve nashta me një farë forme Jo, që i me tutet thënë pak drejtën, ashtu? unë Ose t'vjen me menoj pojtë që diçka? dashnia për një person është bekem. Unë për vete kur se po më vjen interesant me fol për veten, nashta që ka publikisht, po kur dashuroj, domethënë jam krejt tjetër njëre. Menoj ndryshe, jam shumë më e butë, shpirtnisht, psiqikisht, domethënë dashnia është bekem. Nuk është që unë nuk du. Unë me krejt qenjen tam, unë me nëzipres që një det me pas burr, me pas fëmijë, me kriju jetë, po ndoshta kismeti së ardhë edhe qa po shojnë sytë edhe vesht, jam ftof pak. Çka e ka ftoftë qëndresën? Nëse kisha folë për para shumë viteve, ndoshta për arsyeve kryesore është që lidhja jam e 4 vjeçare më ka qut deri te faza e fundit e depresionit. Edhe qysh ka arri qëndresa me dalë për qësaj fazës, shka ka një mu qëndresa, nëse cilat janë kohën ato që të kanë shty me shku deri në qatë pikë. Arjanito në mendoj që depresioni është smundja ma e shnurë që mundet me pas një person. Edhe kur e kom vrejt vetën që realisht ti në fillim nuk e din çka të ndodh me ty, thjesht e vrejn vetën që je uf për gjithë shkafit, nuk e din pse të qohesh, nuk e dim pse flan, nuk e dim pse jeton. Mu lidhja më ka dhënë shumë trauma. E kom vujt depresionin e fill 3 vjet. Depresioni më ka qu deri në tentativë të vetvrasjes. Edhe çka e ka nalë qëndresën, kush ka qenë qaj ose qaje që i ka nejë qëndresës safër në qatë momente, kur nështë veç kësh mujt jeta jote me marrë një kohje tjetër. Ekzistenca e prindve. Do më thonë, kur kom tentu 2 herë, po më falni. Kur kom tentu 2 herë me bo këtë gjo, mu kam paraftyru prind. Qa u në arsyeja që qaj person ka mujt me të shty ty me shku deri në qatë veprim me bo. Në dhuna psiqike, dhuna fizike. Ka pasu edhe dhunë fizike.
Jo që nuk e ko menu kur vetën që foli për këtë tim, po menoj që kemi në rreth shumë moshkuj përbindsha, shumë moshkuj që abuzojnë me femna, edhe unë sot, fatmirësisht e kom kalu, jetoj, punoj, i ndihmoj familjes, i ndihmoj rrethet, për kontrazi, jam ai personin që në shoqni, domethënë kur ti jone krejt, domethënë him pozitiviteti, me mu ku me ditë sa me kon keq për vete, më nona mi bot tjertë më një mirë. Domethënë depresioni ma ka dhënë qëtë forcë. Edhe thjesht se cili person që është u kalu në i fazë t'il, gjene një derë dikon, gjene një dritare për me pa qa dritë që nuk muni me po, se depresioni të ngulfat. Unë po thamë është periuda ma e vështirë që e kom kalu njetë. Po prapë thamë, sa unë vetë i kom kryu një vjetë të gjysë psikologji, depresioni është smundja ma shnoshe mëndshme që mundet me pas dikosh. Pse e thamë këta, se vetë psikologu ma ka thonë si gjo, mu hala nuk më ka ndodhë që një person që i ka bot dëm dikujna u ardhe dhe uran depresion. Në më thonë, njerëzit që mas shumë të e kalojnë depresionin, janë njerëz që lëndohen për i palës tjetër. Kështu që vjen për emocionit, vjen prapë e thamë, është smundja ma shnosh. Mos ju vjen marrë me folë nëse veç që jeni të e kalu në i periudhë tjetës. Se ti kisha folë edhe në gjanat për fillime, besoj që ndoshta nuk isha shku deri në qatë pikë. Po më interesant cilat janë kon fjalët e rrethit i përmend edhe prend që të kanë ai për afër edhe tu kanë paraftuar në momentin që ti veç e ke menduar me i bu diçka vetes. Po më interesant cilat kanë qenë fjalët e tyne ose mënyra se çush ata të kanë afruar dhe të kanë thonë që ky sa nuk bëhet ose çka kanë folë me ty çato kohë. Unë atë kohë e kisha përshkru veç mjegull. Unë nuk di me përshkru qysh më kanë gjinë njerëzit, ose familja, ose rrethi. Rreth realisht kom pas heq, qatë ku e kom pas veç familje në ofër. Nëse i thejsha diku jam keq, hajde ti e keqa, apo kuptan, nuk më kanë kuptu. Për ndryshe familja ka nejt çdo sekond. Gjithashtu shfrytëzoj rastin më kërku falje, se e di që i kom shqetësu, i kom bë më një keq. Po inshallah dën Zoti edhe na jep ditë halomat mira që mi arru krejt sene që i kena halon mas edhe mi gëzu. Edhe unë mendoj që me patjetër kanë me falë, si diqysh nashta është fjalë e rënë, me thonë me të falë dikush të pas parasysh nëse nuk jena për njëri tjetrin, nëse nuk jena për motër, për vëlla, për fëmijët tonë, normal që s'kena më kun për kërkën tjetër, kështu që mendoj që ata janë shumë krenar me ty, edhe me pjesën që ti veç që ke kaluar dhe sot je shumë mirë dhe veç energji pozitive shpërndan të pas parasysh edhe kur erdhe te na ndroj energjia dhe këtë te na, kështu që nuk po do më lëon më shumë në këtë pjesë, po jam ka do më pyet ku kena me po qëndresën, që ka me pru qëndresa të rej, që të energjinë e saj pozitive, ku ka me shpërnda, ka me shku? Me thonë drejtën, sa i përket muzikës, ka më shumë projekte që janë të mnejtë, në mëj me thonë ma shumë se 30 demo që i kam. Po, jam e një pikë karrierës që jam të menu pak më ndryshme, i bo do ndryshime, sepse unës jam vetëm këngëtare e folkut, ose popullores, unë jam pop folk, e bëj edhe modernën, e bëj edhe populloren, do më thonë jam e gjithanshme, shkruj tekste, kryoj këngë, punoj me studio të ndryshme, kështu që ka plane, po nuk jam e një pikë karrierës që nuk po kam qef mungut. Super, kështu që tu bo. Fix. Kështu që kur erdhe në fillim na përmenëm edhe një këngë që po më duket je ka dënë më me të bëj, po nuk e di sa e në gjendje me knu. Një këngë diçka që lidhet me gurbetin, kështu që e kishim knu dhe të kisha përshëndet për sonte tani. Okej, bën. Se jo. Kthehu birte nona, t'kam djallë para vetit, dashurin e nonës, mos ja fal gurbetit. Paret e gurbetit, no nuk t'zavensojnë, je ka që t'kan drit, halal nuk t'a bon. Tu i prit dit e nat, ke rëndu shëndetin, kam haru qysh për qafohet, nona me djallët vetin.
Kështu që qëndres, na bërgj as nuk na metës nuk besoj, po as na ty as një neve, po për fund një mesazh për temën që vetë sa e trajtum bashkë, ose vetë sa zgjedhe me fol, edhe pse tha që s'ke fol asnjëherë, kështu që një mesazh për fund për krejt ata që janë të na përcjell. Është problem se bashkë nashta kur do me gjetë fjalët adekuate për nashta për motivim nuk mundesh me gjetë, po që është një forcë mbrana çdo njerit, është një jetë shumë e gatë përpara, kështu që dujeni veten, dijeni që mbrenda vetes ka dritë, jashtë qasoj errësirës që e përjeton, është një dritë që i rrëzon krejt errësirat e jetës edhe sakrificat që i kalon jetë, kështu që mos u dorëzoni. Për ndryshe kisha mujtë edhe më lidh tek pjesa që e thash vajzat sidomos, mos e bani veten leck të kërkuina, ndjekni ëndrat e juve, bënoni xojat e vetit, se ma lumturia është mi fitu 5 euro dhe me konë tuat, se sa nashta 5.000 euro mi marr edhe me konë e shkelne pe i dikuj tjetër. Kështu që faleminderit shumë, faleminderit për mesazhin, Faleminderit edhe ty, për kohën. faleminderit për ftesën, për një me më doksi me boni muhabet taman si në shpe, unë iva tepër mirë dhe shije mirë tjera, besoj. Kismet, besoj shijemi, kështu që faleminderit edhe një herë për teje. Faleminderit edhe juve. E promiq, ka që keshim një për këtë të djel, shihemi të djelën e ardhshme, tung tung. Tupo. 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 Tupo.